Në kuadër të 200 vjetorit të lindjes së ideologut të rilindjes kombëtare Pashkovasa, në shtëpinë monumentale të tij në Shkodër u zhvillua konferenca shkencore kushtuar jetës dhe veprës së këtij personaliteti. Aktiviteti u organizua nga Bashkia Shkodër në bashkëpunim me Universitetin Luiç Gurakuqi, Bibliotekën Publike Marin Barleti dhe Drejtorinë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Shkodër. Mesazhi është shumë i qartë, ta duam më shumë atëdheun tonë, bëjmë më të mirën, të përçojmë atë mesazh që jemi të bashkuar, që Shqipëria të ecë më përpara. Nihe muare se kur. Jam e gëzume edhe jam shumë e lumtur që po marr pjesë shumë njerëz e po na nderoni. Studiuesi Artur Shkurti vuri në duke aktualitetin e ideve të Vasës dhe mesazhin e tij unifikues për kombin shqiptar. Trashëgimia më e madhe që na la rilindja është ideologjia e tyre se si sigurohet harmonia fetare. Feja e shqiptarit është shqiptaria. Në emër të kryetarit të bashkisë vendosëm korora dhe lule dhe çdo gjë tjetër që është përgatitur sot, ka mbështetjen e bashkisë edhe të organizatave të tjera mbështetëse, familjes. Ne ndodhemi sot pikërisht në banesën e tij, e cila është shpallur monument kulture që në vitin 1968. Është një mesazh i mirë që i jepet edhe qytetarëve, komunitetit në lidhje me mbrojtjen e pasurisë kulturore. Në mjediset e shtëpisë muzeu ekspozohen edhe dokumente historike mbi jetën e Pashkovasës, duke i dhënë aktivitetit një dimension të veçantë përkujtimor. Ky aktivitet është pjesë e një programi të gjerë përkujtimor që nisi me homazhet pranë vendit ku prehet patrioti i shuar Pashkovasa në varreza e dëshmorëve në Shkodër, për vijuar me veprimtari të tjera përgjatë gjithë ditës.